A jemi ne brez dhe mbelash apo në Shqipëri është të vështirë të bësh lek? Ke di çfarë thotë të punosh në jug kamarier në pikë të vapës? Po, turnet 12 orarshe nuk janë normale. Shumë mirë që ai punëdhën si mua më ka shfrytzuar. Mos e flisni në emër tojnë shefi. Dhe unë i them, jo, super. Kur kam punuar në jug, kam kuptuar çfarë skllavëria. Sa shkon pak a shumë bakshishi? Kam përfillove 150-200 lekë. Më prit se erdha. Jemi rekrutuar te Remax Real Estate. Për zotin, Norma kam mbyll diellin. Ço. Kur e bën punën tamam, nuk ka çfarë të thot asgjë askush. Po pra. Ne jemi goca, vëshëm si bomba, shmendim kretile. Ne jemi duke rekrutuar staf të ri këtu te Goci. Që ju të na zëvendësoni duke nisur CV-t tuaja. Nuk ndodh. Ka të dyta, Nuk ka të ndodh. dyta. Do këllçe të ulesh këtu. A di çfarë do të thotë këllçe? Po, di shumë anglisht. Nuk ka të dyta si ne. Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Mos e dërgoni CV-t kot ose dërgojeni të shohim neve, s'ka ndonjë gjë e keq. Nuk kalohen tek Po, pun ka Këshilli goca, lartë. po duhen profesionist. Po, shpreha famshme e punës. Po si është të punosh, si eksperiencë? Shumë mirë. A klam se ti. Varet nga lloji punës, po mirë. Shumë bukur. Unë me thënë drejtën para se të vija në Andal, nuk është se kam një eksperiencë pune shumë fort të kënaqshme. na Do të tregon. thënë kam bërë punën që kam ndërruar, po nuk kanë qenë ato që kam ndërruar. Unë para se të vija te Andale, nuk është se kam pas në eksperiencë pune. Pik. Po Klea kaq me për sot. Ti ke sa Astani nuk është të punon. Unë punoj shumë, unë vije para, këtu që në mëngjesit unë i hap dyert e kësaj vile. Po mora. mjafton që është e bukur. I merr çelsat me vete. Sa pagueshe? Direkt ma bet shqiptarësh, ma bet Po leku. sa e kishe rrogën? Kot me T'ju tregoj një herë punën, pastaj rrogën apo doni direkt rrogën dhe vari çka kam bërë me jetën time, nuk më intereson shumë. Ju e rrogën pastaj Ja, experience. jo sa kisha rrogën, me sa ta vlerësonin punën. Moj, se ne qeshëm, po, a jemi ne brez dhe mbelash, apo në Shqipëri është të vështirë të bësh lek? Uf, mo. Nuk jemi brez dembela, shumë Shiko. flas për veten se un kam punuar si dreqi dhe si jam vlerësuar për punën time. Do me thënë, unë që 18 vjeç kam bërë një shkollë make-up dhe pastaj kam punuar në 2 televizione shumë të njohura dhe kam punuar, do me thënë, deri në orën 1 të natës pas shkollë, shkoja direkt atje punoja e kisha dhe pasion, po, kam punuar si make-up artist, e kam pasur pasion, po rroga që merja, do me thënë ka qenë dhe para 5 vitesh, po ka qenë qesharake për orët e punës dhe strapacimin që bëja. Me thënë, unë punoja make-up artist diku te 9-10 orë dhe merja 400.000 lekë në muaj. 400.000 lekë për 10 Po, orë? për 10 orë. Dhe punoja 5 ditë të javës. Mënyra se si të trajtonin, të bënte të 13.000 lekë shpifej. në Po, ditë. po. Do të thënë ti kisha mundësi 13.000 lekë në ditë. Po. Çfarë bleshti me 13.000 lekë në ditë? Ti nuk ishe dembele, punoje, po problemi ishte i punëdhënësit. Ishte i punëdhënësit. Dhe që nuk të vlerëson. po flasim për televizionet që janë më të njohura këtu. Jo, po ka dhe diçka që kur ti del nga bankat e shkollës dhe për te pasionit ti je e pa kualifikuar dhe nuk është se ke shumë le themi nuk je shumë profesioniste në gjën që ti bën. Dhe kudo në çdo vend pune që ti shkon në 3 muajt e parë ti zëre se je në provë dhe Për di që eksperiencë. Po ja ka vlerë se të pak në eksperiencën e punës e ke fituar. Ose më saktë- se un për shembull kur kam qenë më e vogël, kam punuar punë sezonale, jo si Kesiane që kam bërë për pasion, po kam punuar për shembull shitsa akulloresh. Dhe so cute. E po nuk e shitë rregullore. kam qenë e vogël, po një që kupa, po në dy kupa. ajo që më shtyte më shumë është fakti që kur je e vogël mendon që do vazhdosh universitetin, do vazhdosh gjimnazin dhe ato kursimet që kisha të rrogës, unë atëherë paguesha 280.000 lekë, më mbaj mend. She mirë ti para gjimnazit. Po, në gjimnaz kam qenë. Gjatë kohës që po, dhe bëja ato lekët. Vetëm shisja kullore. Po, po unë jetoja me Dhe buzëqeshje të njerëzve. 280.000 lekë për qita kullore. 280, po, dhe do të thënë punoja edhe me punoja. Jetoja me të shtëpisë, kështu që lekët që kisha unë i maja për kursime, do të thënë paguaja vet librat, shkollën. Edhe unë. Të gjithën unë hiqja çdo shpenzim timin. Edhe kur kam qenë në moshën 15 vjeç, kam punuar në një byrektore, ku aty më kanë shfrytzuar shumë. Se përveç se shisja byrek kështu, futesha edhe në për frigorifera të mëdhenj, që janë nga këto kështu dhe që laja, domethënë pastroja. Gjëja që unë nuk kuptoj, sidomos tek brezi jon, është që ne përdorim shumë rëndom të fjalën më shfrytëzoj.
pse nuk mendojmë ne një pikë që ndoshta shumë mirë që ai punëdhën si mua më ka shfrytzuar, që unë përveç asaj për cilën jam punësuar, ai më ka dhënë të drejtën të mësoj dhe 7 gjëra të tjera në atë punë. Por unë mendoj që ne jemi pak të llastuar dhe nuk e shohim në këtë perspektivë, por ne e shohim më shfrytzoi ai mua se mësova unë dhe një gjë, brau një gjë për cilën nuk paguaj. Tu punë marrësi do të futet deri në jetën tënde, të marrë vesh për ty, streson, domethënë çdo gjë, ka të drejtë mbi ty për çdo gjë dhe kjo nuk është normale. Në mbusha 18 vjeç ndoshta, unë aplikova në një punë dhe aplikova në një pasticëri. Dhe kam punuar aty fiks 2 javë. Dhe pse e la shumë punën pasaj. Punova 2 javë dhe ata flisnin keq, kupton, po si mund të flasësh ti më keq? Kush të flisni keq, klientët apo Jo, më klientët flisnin keq, klientët ndonen, se kush nuk ndo. Nuk kanë etik pune. Ishte për shembull, po, vinte ajo gruaja atij tipit që kishte venin, se nuk i them shef, se fjalë shef nuk dalin nga goja ime. Kur? Edhe vjen ajo dhe thot, mos i thisni në emër, thojini shefi. Dhe unë i them, jo, do t'i them në emër, nuk do t'i them shefi. Ajo ishte ndoshta xheloze për ty? Po, do t'a gjeja t'i them shefe. Po tani ti e le punën për këtë. Unë e lash punën se zihesh atërkohën me ata dhe ata donë me më fol keq. Mendo vetëm 2 javë, janë 14 ditë dhe Klea është zënë me ata. 14 ditë është shumë fillimi. Ulova shumë se duhet 3-8 orë në këmbë pa ule. Kupton se atë mërshme ishe nuk ulesha dot. Qose ata më shifin ulur, do më thoshin çou. Dhe unë duhet çohesh, edhe unë vini shumë këmbë. Unë mendoj që ne jemi pak të llastuar si presë. Unë shoh hap TikTokun, shoh aty shprehje quit your 9 to 5, start your business. Ka dal kjo mënyra moderne të bërit lek vetëm, po jo të gjithë ne mund ta bëjmë këtë gjë. Kemi edhe këtë shprehje. 18 vjeç nuk bën dot lek vet. Kemi edhe këtë shprehje që i themi për shembull, u lodha shumë, po mos u anko se ka dhe më keq. Një gjë kam mësuar vetëm 2 gjëra kam mësuar. 1, ato ëmbëlsirat që shihni te xhami, ato që janë para janë të ndenjura. E dim. Ato që janë brapa, ato që janë brapa janë të freskëta. E di. Qose furrët e bukëve e hedhin bukën tokë dhe aty nuk ka njerëz që i shefë vën prapa ty. Po unë si njeri mirë që jam, unë e merr atë bukën dhe hidhja plera dhe paguja nga rruga ime. Mos shiko tani se edhe një gjë unë nuk e marr vesh. Ti ike në punë dhe Klea thot unë nuk i thoja dot shefi, thrisja në emër. Po pra, po ti mos u anko për pagën dhe për lodhjen dhe për gjërat e tjera ku ti në radhë të parë. Po është delira, është delira, ka kinka ai ti them shefi, si them shefi. Ti në radhë të parë nuk respekton autoritetin e tij si shef. Pse respekton autoritetin si them shefi? A jemi mirë te puna jonë? Në rregull. Marroj filmi. Kur e bën punën tamam, nuk ka ç'a të thot asgjë askush. Po përveç kësaj ka një gjë tjetër përpara tek një punë tjetër që bëja përpara. Shefin tim shpesh herë merr në telefon ose i shkruani thjesht mesazh që nesër nuk vi në punë se jam smur. Nesër nuk vi në punë se thon zero arsyetim, zero justifikim, zero përgjegjshmëri, ose njerëz që vinin për intervista dhe në moment të fundit e anullonin, tërhiqeshin. Dhe kjo tregon shumë për brezin ton, tregon shumë që bëja një gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë këtu. Nuk më dilti gjumi dhe ata merrin telefon. Një gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë këtu. Okej. Asnjëherë s'ka ndodhur. Ata merrin telefon dhe thoshin ku je dhe thosha jam gjumë. Ka punuar vetëm 14 ditë dhe brenda 14 ditëve ka ndodhur gjithë këto. Vazhdojmë te njerëzit serioz që din çfarë është puna dhe kanë punuar janë strapatsuar. E dini ty që 40% e të rinjve në gjithë botën lënë punën, mosha jon, flasim gjithmonë lënë punën për shkak se i cënohet shëndeti mendor. Piles dhe unë si kristalizova një statistikë që thoshte që në 2021 Shqipëria pas ka qenë në vendin e parë me të rinjt më pa punë. Pra që nuk pranonin dhe nuk çonin as CV në zyra ose për të kërkuar punë, për të qenë të punësuar pra. Po mirë, ata duan ta bëjnë punën ndryshe, duan të punojnë vetë hapin biznesin e tyre, çfarë problemi ka? Mos tankohen në fund. Se bësh mos tankohen që këtu s'ka punë, këtu s'bëhet ka shumë hotele sezonale. Ka shumë punë më shpirt. Ka shumë hotele sezonale. Po pra, po këtu ka shumë punë, po nuk vlerësohet puna që bën. Rrogat janë kam parë njoftime pune në jug ose kudo me paga shumë. Me që kemi paga shumë mirë, apo i mos janë paga skandaloze, unë sezonale. 100 miliard vjet. Me që po flasim për punë sezonale, ne kemi pyetur ndjekësit tanë dhe na kanë treguar ca histori të tyre. E para thot, kam punuar 10 orë në sezon, mirë që orët shtesë nuk na i paguanin, por mbyllej menca që supozoj që e kishim të përfshirë dhe rrinim gjithë ditën pa bukë. Mund të ma shpjegoni ju që jeni pro punëve në Shqipëri?
Qa justifikimi ka kjo që një Po shiko se punëmarrës rri pa bukë se mbyllet menca dhe punon jashtë orarit. Shko kërko të drejtën tënde, shko në kohë. Ose mos u Tu është për tu ankuar. Kërko më të mirën tënde, pra shiko për një punë më të mirë. Po flasim konkretisht në këtë rast, ç'të bëj ajo? Ti ke gjë një hotel tjetër që prapë ndodhet njëta gjë ose diçka tjetër. Nuk ka shanse të ndodhin në 100 hotele kështu ose punë të Një ndryshme të zgjidhje ndodhin. duhet gjendur se i bie mos punojmë fare të ikim të gjithë pastaj. Është një histori tjetër. Kur kam punuar në jug, kam kuptuar ç'është sklavëria. Më ofruan 600.000 lekë rrogë se isha pa eksperiencë, më thanë për kamarier dhe më jepnin të pastroja lokalin, të mblidhja shezllonet dhe në punë që s'më takonin fare. Kur vjen puna, rrogën e vononin dhe siguraciones bëj fjalë fare. Më fal, duhet të kesh shumë eksperiencë që t'jesh kamarier në Shqipëri? Punët të cilat janë si kamariere, shitëse që kam punuar shumë vite shitëse në sektor të ndryshëm, janë shumë të nënvlerësuar, ndërkohë që janë profesione që ti ke direkt kontakt me klientin dhe ti duhet të jesh, nuk mund të punoj kushdo shitëse dhe kamarier. Jo kushdo ti duhet t'i japësh të drejtën dhe mundësinë që të ketë kontakt me klientët e tu. Do të jenë njerëz që dinë të komunikojnë, që janë të sjellshëm, që të trajtojnë klientin dhe gjuhë huaja. Në rregull, bëj një trajnim në fillim të sezonit kamarierëve për mënyrën e të folur dhe për gjitha, po mos e përdorësh justifikim që rroga është kaq se nuk ke eksperiencë. Tani kamarier do marrësh shumë atë rinj, çfarë eksperiencë pret që 15 vjeç ke punuar kamarier. Nëse dai, nëse jep një punë shtesë, mos ja fut kot se kamarier, nuk po flasim për punë që kërkon një diplomë. Morëm 10 kg për një muaj nga lodhja kur punoja në një nga resortet më luksoze në jug. Flinim në kapanone 6 çuna për rrogë 800.000 lekë. Po kurse mirë ke pas rrogën 800.000 lekë, po 10 kg. Po ti di çfarë thotë të punosh në jug kamarier në pikë të vapës, të mbledhësh shezllona. Të pastrosh tani se kamariere fitojnë super lek. Un kam dëgjuar histori që në klube në jug, ndodh edhe në Tiranë, kamarierët blejnë shishe jashtë në supermarkete, i blejnë 5.000 lekë, 6.000 lekë sa janë, shishe me alkool, dhe i shesin në përparti, sikur janë pjesë të lokalit, dhe fitojnë 200.000 lekë, 300.000 lekë. Ndoshta ata detyrohen ta bëjnë këtë gjë, sepse rroga që marrin me lodhin që kanë është e pamjaftueshme. Po them që dhe ata fitojnë, nuk kanë mundësi keq sa. Po kanë mundësi bakshishesh. Po gjithsesi më i shpirt nuk është. Po ta mbaroj, pra nëse vjen ti je kamarier dhe të vinë klient, i shërben shumë mirë, ke super komunikim dhe klienti të vlerëson. Nëse të vlerëson shefi, po marr shembull. Po flasim për kamarier në jug. Kamarier në jug. Ose më po ti kur shkon bën plazh dhe thua shkreti sa gjuna në pikë të vapës. Po pra po është trapatuese. Është trapatuese. Po ti e motivon pra klientin. Kjo ishte motivimi. Ore, motivon. Po mos ja vjen është super e lodhshme si punë. Patjetër, po kam parë çuna që punojnë kamarier dhe fitojnë shumë me bakshishe. Unë kërkova të punoja kamariere në Jalë, pa bën të qartë që të punoja 12 orë. Është dakord derisa më thanë që është rroga 500.000 lekë. Se jam femër dhe marr bakshishe vet. Jo, kjo është shumë cënuese. Tash rroga je femër dhe merr shumë bakshishe? Shiko, tash 500.000 lekë. Kjo është çfarë do lloj? Jo, këtë gjë e thot kjo që janë femër, thot vetë për veten apo ja kanë thënë? Ja kanë thënë. Okej, tu s'pranoj. Mendova se thosh ajo për vetë. Ja, kjo nuk është je femër, nuk do ndajmë tani ne burra gru. Më fal pak, jo. Balanco pak 12 orë me 500.000 lekë. Shumë. Ti, përveç se s'ke një jetë tënde, se po marrim faktin që është në jug dhe ti përveç do punosh. Ka jetë ajo. Po 12 orë? Okej, si janë shiko. Jalë mes verës. Ne ikëm në janar shkurt. O shpil, po ti kërcen atje. 2.000 ca lek bakshish për kokë. 8.000, kush mori ti, mori 8.000. Okej, po e kupton deri atëherë. Po jo ishte ta thoj shefi këtë gjë në shumë e rëndë. Shiko, se unë këto gjëra që thash, që folëm të gjitha, atëherë ka dhe një anë tjetër të medaljes. Unë fola me një ndër pronare të një hoteli në Radhim, ku përveç kësaj ajo ankohej domethënë për se sa e të mërshme ishte të merrë një staf të ri dhe kërkesat jo realiste që ata kërkonin që të merreshin në punë. Të tipit? Për shembull, atëherë janë vajza që folën, sa para ofron ti për stafin. Në fundit të paktën i kemi rritur goxha rrogat. Rrogat në mendimin tim të paktën janë goxha të larta, goxha të mira. Për sanitarët arrin në 800.000, 900.000 lekë të vjetra. Okej. Kamarierët 1 milion, 1.100.000. Shi sa mirë. Do të thonë kjo është rroga bazë. Për sa orë bëhet? Po, rroga bazë, patjetër se edhe bakshishet arrin shumë. Po, pra. Nisa kam të bëjë tani lën bakshishet edhe për sanitarët, kamarierët po s'bëhet fjalë. Shi sa mirë. Çdo pjesë e stafit domethënë ka të bakshishin. Sa shkon pak a shumë bakshishi? Po.
E tha pra që Jo, pak a shumë sa mund të marrë në ditë një kamarier. Një kamarier, tani, jashtë sezonit, në sensin që tani në maj për shumë, Pa, ose kur fillon mbyllet fondi shtatori, tetori, 40-50.000 lekë janë të sigurta. në ditë? Po, kamarierët po, marrin ka raste që Që ka luks, më prit se erdha. Do thënë 50.000 lekë në ditë. Po në verë. Në gusht? Në gusht, për shkak Vinë migrantët. Po, prandaj kanë ngelur ajo legjenda, që atë shkojnë punojnë në sezon. Po pra, Punojnë 3 muaj edhe pastaj Po sa mund të shkojë një bakshish në një ditë të zakonshme gushti në 40 gradë? ose korriku. Kemi pasur raste, vjet edhe për vjet, që në rastet në ditët më të mira, kanë kapur edhe 150-200.000 lekë. Wow, një rrogë, një gjysë rrogë pothuajse. Këta në kohë. Ka pasur, domethënë, bëhet fjalë për fluks pa parë dhe kamarieri ka punuar goxha orë çdo gjë. Po ti a je kënaqur nga të rinj që vinë për të punuar krahasimisht me rrogën që i afron, domethënë? Si janë brezi i ri? Domethënë, raporti çfarë japim ne, çfarë ofrojmë ne, me ato çfarë marrim mbrapsht, për të rinj, sidomos moshë e vogël, domethënë 20 vjeç, ata që vinë me një vrull shumë të madh, i bie aq shpejt, domethënë vinë me atë vrullin që do bëjmë lek, janë të motivuar dhe aq shpejt i bie. Fillojnë bëhen arrogant, nuk janë fare të kujdesshëm, i kthejnë keq klientëve. Po thua që e lejnë punën për gjys. Po, e lejnë dhe për gjys, na ka ndodhur që e ka lënë për gjysmë, s'ka qenë i kënaqur, nuk është se ka folur hapur, e thjesht e ka lënë, ka marrë rrokën dhe ka ikur. E vënë re ti një ndryshim midis brezit të këtyre ditëve me brezat më përpara? Po, shumë ndryshim. Që e vërteta është që kushtet kanë qenë më të këqija atë kohë. Ishte qësia, ishte punës, ishte shumë herë më e mirë. Që problem tjetër shumë i madh është edhe vjedhja, abuzimet që bëjnë kamarierët sidomos. Po. Ka ndodhur edhe vjedhje. Janë raste tipike që mundohen që të bëjnë ndonjë marifet me pjesën e faturave, ose mos shojnë fare fatura dhe marrin thonë çmime të tjera, domethënë nga ato që E kuptoj. ne kemi. E kuptoj. Të cilat janë të gjitha dëm të punës tonë. Më fal, kam një pyetje personale. Pa, më thuaj. A e keni gjetur stafin për si vjet? Të premtoj që nuk vjedhja me ndershme në punë, thjesht Jo, me këto bakshishe pyes për veten, jo për një shok. Do për vjedhi veten. vetëm vëmendjen e të gjithë klientëve. Do ishte edhe një tjetër ekstra të marrjem në rrugës patjetër. Shumë mirë. Na prit me autobusin e parë. Thank you. Shumë faleminderit. E mendoj prapë edhe pasi bëm këtë bisedën me vajzën, kushtet, domethënë turnet 12 orarshe nuk janë normale në asnjë Për ty o Ose Klea, po nëse për do, ty. ti nuk pranon. Në momentin që ti e di kushtin, e pranon se do atë lek. Më fal pak, çfarë Në 200.000 lekë bakshish në 200.000 sezon. bakshish në 200.000 lekë bakshish në sezon Në është ditë? jo, 200.000 lekë bakshish në sezon është bakshishi më i vogël që ti mund të marrësh. Po në ditë? Më i vogël. Më i vogël, e ti Ata punon theme atje dhe gjë, 12 se kam i orë. Klea, mos fol kur për eksperiencat që nuk i ke provuar. Punon ti 12 orë, nuk del koha mi harxhu lekët. I mban, i mbledh. Bravo! Nuk të del koha të harxhosh as si lloj leku dhe del pastaj pas 3 muajsh. Mirë goca se shumë e zgjatë me këto muhabete pune. Unë them të kthehemi te gjëja që dim të bëjmë më mirë ne, si thoni. Ham. Sot do provojmë qenë të nxehtë më të mirë në Tiranë. Ose si thuhet në shqip, hot dogsat më të mirë. Tani kemi ardhur si fillim tek Dogu, që është përballë stadiumit Dinamo, dhe kemi porositur si quhet kjo Ema? California dhe kushton vetëm 3000 lek. Tani kjo kishte cheddar, kishte salcicën, salcën California dhe turshi. Sipër për Këta. Ta provojmë? Është e mirë. Po sa se janë të ftohta. Po. Çfarë do të thonë? Apo ke fut fund e fe? Pse do të ja, më thon vetë kështu serviret? Kështu është bie, okay. Hera pas të po. Ja pa. Okay. Salcicja është shumë e mirë. Atëherë, salcicja është pule dhe është shumë e mirë, është shumë e butë. Edhe buka më pëlqen që është shumë e butë dhe nuk është e ëmbël, sepse zakonisht bukët e hot dogëve ose të burgerave janë shumë të ëmbla dhe mua më bezdisen. Më pëlqeu shumë sepse buka ishte e tekur tamam, as pak dhe as shumë, pra mesatare. Kështu që edhe turshia jepte shumë esencë të mirë. E vetmja gjë që ndoshta për shihet e mia është që duke qenë se salca ishte pak e ftohtë, do doja ndoshta që
ose të prisja të ngrohej pak nga këto gjërat brenda, sepse është pak e ftohtë edhe kjo gjëja ngrohtë duket pak si kontrast, por në përgjithësi është shumë e mirë, do shumë e butë. Shije, po, edhe e butë. Edhe e butë. Sa do t'japim nga 1 tek 5? Sa thua? Tani unë nuk i kam provuar të tjera dhe që mos të jap 5. Edhe unë. Se jap shumë kurioze, po jap një 4. Tani jemi te baza dhe do provojmë hot dogun tjetër. Okej, ky është pak a shumë klasik, domethënë me ketchup dhe me mustard. Nuk ka ndonjë salcë specifike dhe ka dhe ky turshi kastravec. Turshit janë njësoj pak a shumë si ai tjetri dhe ka brenda salcice pule. Pa, provoj të parë. Është pak personale, po mua personalisht nuk më pëlqen shija e mustardës, si mustard. Unë si një lupse që jam, po vazhdoj të ha. Vazhdo t'i ha, unë do t'jap 3 yje. I mirë, po jo ndër më të mirët për mua. Unë do t'jap 3.5, vetëm se ketchupi nuk do e doja aty siç e thash. Kështu që kjo ishte 2500 lekë. Gjithsesi buka është shumë e mirë dhe është e butë. Si e? Marrim të? 3.500 lekë. Si që kuptuat, jemi tek On The Run dhe unë i mora vetë në patronazh salca, do të rishti vetë. Këto janë salca të bëra vetë. Apo ja? Vetë? Kjo është ketchup? Pra nuk janë të konservuara ose të blera gati. Dëshironi salcë me tartuf zonjë? Po zonjë, pak më shpejt se po pres, dua të haj bukë. Jo zonjë, zonjë. Ketchup? Nuk do të përroj, ai qik fare. Ne lëshuam pak dorën. Jo shumë, më si shnoshem. Kaq, me thonë. Okej. Nuk pritet të bëj kjo gjë, po... Ua, nuk e pritja këshia. Më pëlqen shumë salca e tartufit. Po, edhe turshia që ka shumë e freskët. Po, mi e pikaç mu se e hëngre gjithë, të uzën me krisellin për burger. Për hot dog, do të thonte. Është realisht shumë i mirë. Kush më mori mësysh që u bëra pis? Jo më mori mësysh. Mua më pëlqeu shumë sepse ndryshe nga të tjerët, sikur kishe një përbërje që të shkrinte në gojë. Domethënë hot dogu ishte shumë i shkrifët. Gjithashtu dhe kjo, që quhet salca e tartufit? Salca e tartufit është shumë e mirë, 10. Unë do t'i jepja një 5 yje. 5 yje dhe unë. Dhe nata rap përsëri dhe ne jemi te hot dogu i fundit. Në fakt, jemi tek Big Bite-i, ky qeni nxehtë i fundit për sot kushtoi 2500 lekë, që në fakt në syrin tim duket më shumë se to sanduiçat që hanim në gjimnaz, që shiteshim tek pushim gjatë, tek torta e ka patate. Patatet nuk më duken shumë të skuqura mirë. Po çon si ka unë mendoj që patatja nuk duhet të ekzistojë fare tek hot dog. Jo, për mendimin tim gjithashtu dhe salciça nuk më duket shumë e skuqur, por gjithsesi t'i japim një review. Nëse më duhet ta vlerësoj si sanduiç, do t'i jepja 4-5, por nuk është hot dog, sepse hot dogu nuk ka patate dhe nuk ka domate kastravec. Gjithashtu, po, dhe unë po mendoj t'i jap si hot dog një 0. Një njësh me atër po jap unë. Për sanduiç është okej. Dhe unë mendoj që ne bim në konsensus që hot dogu më i mirë ishte On The Run, tek sheshi Skënderbej ishte realisht më i mirë. Më i mirë salcat, gjithashtu dhe salcicja. Mbas atij mund të them që ishte dogu. Po, dogu. Pastaj vinte tek baza dhe i fundit. Ne do shihemi në review të tjera dhe na sugjeroni se çfarë doni që ky barku jon të provoj herës tjetër. Na lini çik kose vera po vjen, të heqim çik barkun, por nëse ju e dini. Mirë. Sepse dim tashmë që unë dhe Crystal i kemi gjithmonë mendime të kundërta nga njëra tjetra, por jemi punëtore të dyja dhe shpeshherë bëhemi bashkë për qëllime të përbashkëta dhe kësaj radhe jemi rekrutuar. Bravo. Jemi rekrutuar Luciana. Që të shesim prona. Po, jemi rekrutuar te Remax Real Estate. Edhe shikoni se sa shitëm shifën e njerë.
kolege, je gati për ditën e parë të punës? O zot, më gati se kur. Tani, duke qenë se herën e kaluar, ne tentuam të blinim një shtëpi keqësjanë. E blem moj. E blem, dhe nuk ishte aq e thjesht. Këtë herë vendosëm që të vim vetë të shesim prona për një ditë. Ne vendosëm që të jemi agjente imobiliare të Remax për një ditë. Si e Niklasa? Që bëjt? Po ju shnekë. Po jo, si e? Qa ke bërë? Ke qetë në një shtëpi? Duke se keni ardhë bërë një lekë të shtëpisë. Tani ne na pëlqeu shumë dhe besoj ti e kuptove që unë thash plani im bëjmë agjendë imobiliar. Tulem ne, ulemi si shpitall. Patjetër, tuleni. Edhe ne, nuk e dija në u duk neve, po ti sikur e kishe pak të vështirë punën me ne herën e fundit. Erion? Pa, ju e Se ne në fund fare kur pam atë pjesën aty nuk pam shumë kënaqur, po. Pa. Edhe tham, ta provojmë një herë t'jemi si Erioni se mos i ram qaf. Atëre grupi, sot zyrës tonë ka shkuar 2 gocat e reja, Casey dhe Crystal, të sheshit ka shkuar skuadrës tonë. Uroj që t'ja bëjmë sa më të lehtë për fshirjet, dhe të ndihmoni siç dim ta bëjmë ne më së miri. Plus që ne kemi ardhur të përgatitur harvest, gjithmonë. Orion, çfarë do bëjmë sot? Unë do dalë në prospekt, kam një takim me një zotëri që kam një përshitur. Edhe pastaj do kthejmë zyrë, sepse kam një takim me një klient tjerës. E kena takimin në? Është të gjenë prona. Nuk e di se si e ke të mundur të marrësh një nga gocat. Po mund t'jë njëra nga goca, s'ka problem fare. Vetëm njëra. Vetëm njëra. Okej, në rregull. Mirë pastaj shpërndajemi, pasëm një ditë të mbarë. E moj Kristo, si na erdhi jeta nga Erion në Orion. Ta shohim sa do shesësh. Ti Kristo do rish të bëjmë punë të shtëpisë bashkë. E kyve? Të tregoj pak se si është sistemi jonë. Po, unë e kam studiuar dhe vetë në shtëpi me thënë drejtën, po gjithsesi mund ta shpjegosh, në to Ke është studiuar, okay. Thjesht të tregoj se si duket sistemi jonë nga jashtë. Për shembull, kur ka aplikonte Remax Albania, edhe dalin këto pronat. Për shembull, pronat që kanë dalë këtu të parat janë të fundit që janë hedhur në sistem, janë pronat më të reja në treg. Po, a nuk është më mirë të vendosësh ato më të vjetra të para që ti shesin në shtëpi? Ato që bëhen të vjetra faktikisht ka një arsye që bëhen vjetra se mund të jenë prona jo të mira, mund të kenë çmimin overpriced, kanë Unë s'kam problem fare. Sado që tjetë jam e sigurt që ndëshis. Unë kam shitur rimela, bronzera, çfarë kam shitur të syze optike, po këto s'ka problem fare, çan ka bukë me djath. Problemi është që njerëzit kur blejnë aksesor nuk kërkojnë negociata çmimi. Te prona duan shumë negociata. Por gjithsesi do t'i mësoj. Varet nga klienti se edhe për gjëra kozmetike ka klient që duan. Ti mendon që të pronën e parë që do marrësh do ta shesësh direkt? Po, se vën dyshim. Prandaj lash keqësianë që ti këtë vetë para, që mësoj në gjë ajo se unë vi nga një background shumë e kuptoj. I mirë shitjeje. Po sa kohë duan këto? Sa unë jam e sigurt që për një muaj jam gati dal dhe të shes. Zakonisht periudha e provës shkon 3 deri në 6 muaj. Shumë. Po për njerëz që janë taftë, shkallët, s'ka ndonjë kështu. E shefti që ai është shumë i mirë dhe e thu ta fusim direkt shesi. Po ti shoh për shembull gjithë ato prona që janë të listuara rresht janë mbi 4000 prona në sistem. Unë them edhe agjentëve të rinj që vinë, nuk ka nevojë të lodhesh, të bësh këtu janë lekët, këto janë lekët. Ku janë lekët? A je aftë marrësh dot apo jo? Këtu te laptopi. Po në një farë mënyrë te laptopi, po jo fiks brenda, jo. Atë e mora shpinën herën e parë. Siç të thash, prospekti është procedura më e vështirë e punës tonë. Pra niset direkt me pjesën më të vështirë të punës. Orion, çfarë është e vështirë, more? Çfarë është kjo fjalë? Ne mund të hasemi edhe me refuzime, por nuk duhet ta humbi fokusin për shembull për të gjetur. Kam shifi herë mendon ti që unë jam refuzuar ndonjëherë në jetë dhe do refuzojmë sot. Shiko, gjithmonë e ka një herë të parë, por thjesht duhet të humbish fokusin për të gjeneruar pronë për shitje. Alo, Besi, si e? Po, unë këtu jam të kompleksi. Të ngjidem sipër? Kati 7? Okej, në rregull, po ngjidem, po vi. Faleminderit shumë, faleminderit.
Atëherë besi sigur folëm dhe në telefon, mua do më duhen dhe njërë të dhënat e pronës të sakta. I mbaju shënimet? Sa metra katror është prona në total? Ky apartament është 210 metra katror. 210 metra. Sa është metri? 210 metra katror. Sa është metri? 210 metra katror. Na falni se Kesiano është kolegi e re, është vetëm dita e parë e punës Kesianës. Di marrë vesh, mos më shih kështu. S'ka problem. Nga të cilat, sa metra katror janë neto? Neto janë 176. Qa du me thëmë neto? 176 metra katror neto. Veranda? 21 metra katror. 21 metra katror. Ua, Të ke pyes, super veranda, për zotin, nuk e di, këtu bide perëndimi, japi perëndimi këti? Të lutem. Okej, në rregull. Unë po t'jap të kontratën që ta lexosh. Të lutem, kësa herë të rego sa më profesioniste, sepse herën e kaluar, na? Jo, qa po thua, tani po hajde e do t'leji. Të lutem. Shpi edhe dy shakosh. Të lutem. Kesiano është kolegja ime e re. Arsyeja që unë e kërkova këtë takim të zyra është që unë njihem me kërkesën tuaj. Gjërat kuptohen shumë mirë. Po. Mund t'ju pyes, sa kohë keni që po kërkoni për apartament? Me thënë drejtën kam diku te 6 muaj që po kërkoj për një apartament. Muaj në 7 do ta kapësh se do e blesh, të të ne. Inshallah. Dhe deri tani kam parë shumë dhe nuk më është mbushur mendja, domethënë për Po ne prandaj jemi këtu more. Po ku keni parë? Çfarë zonë është domethënë jeni fokusuar ose çfarë zonë? Në gjithë zonat e Tiranës kam parë, pjesën më të mirë flasim. Do dëshiroja diku këtu tek zona e liçenit. Në fal, bravo atë do thoja. Kemi 700 euro. 700 euro. Që i bie me 100 metri? Kërkojmë shumë ndjeshët se Kesi e ka marrë punën me shumë vrodh dhe është shumë emocionuar t'i shpreh çdo kujt për apartamentin që ne sot kemi marrë për shitje. Është një apartament 3+1, 700 euro apo jo? 220 metra katror, 220 metra katror, 20 metra nga cilat janë verandë dhe 174 metra janë hapësirë. Verandën e ke, nuk e di sa gjumë. Janë hapësira e brendshme e apartamentit. Ndërkohë te apartamenti ka dhe një pishinë ande, ti si është? Aman, veç ta shoh, do e shofësh? Normal që do e shoh, desa me thua me kaq shumë entuziazëm. I bie drejt bukur. Në fakt Kesiano si pëlqeu unë nga që apartamenti kishte pamje nga liçeni artificial i Tiranës, prandaj atëherë, apartamenti bashkë me postin e parkimit është vetëm 670.000 euro. 670.000 euro. 700 euro në parkimit, 700 euro në postin e parkimit. Tash është 600. Jo, 700 euro. Gjë tani se Orioni flet shumë dhe ka qef shumë to deklaratat e gjata, po ti 700 euro e ke. Arkitekti ta gjejun. Hajde shive tani direkt me gruan pa gruan dritë kati, për sot në ma kam pillu tjeri. Qo. Falenderit! Do jem trajnues dhe mentori juaj në hapat e parë të ndërtimit të biznesit tuaj. Fali, ku dhe breva. Më sa erdha në një trajnim? Për sa? Se unë jam shumë përgatitur për të gjithë pa okej, ha? Para se të fillojmë trajnimin, mund të bëni një prezantim tuaj, ju lutem? Po. Unë jam Crystal, jam megastar të Kandale, dhe një ditë thash ta bëj pushim nga të qenë çdo ditë megastar dhe të vija këtu të isha një agente imobiliare megastar. Okej, perfekt. Unë jam Kesiana dhe unë mendoj që i bëjmë zënës tuaj për të tërhequr sa më shumë klientë. Okej, mirë se erdhët. Atëherë, fillojmë me shpjegimin e termave bazik që ne kemi në profesionin tonë përditshëm. Një prej tyre dhe më i rëndësishme është listimi. Listimi përbëhet nga disa elementë. Ajri, ujë apo jo? Zjarri. Akoma, janë disa më të thjeshta se sa këto në fakt. Kemi të bëjmë me një përshkrimin e pronës. Dyrë, dritare, dritë. Materialet e prezantimit pronës që janë foto dhe video. Këtu ne jemi master, s'ka nevojë. Flasim se varet nga drejtësimi, foto, video tani serveshtisht, apo? Okej. Edhe ne jemi shumë të mira për foto. Kemi goxha followers, bëjmë foto, zakonisht për ndihmë ose kështu, që nëse ju duhet ndihmë mund na thoni. Okej, do e konsiderojmë. Kam një pyetje. Këto duhet mësuar përmendër se ti pyet dikush? Jo, me logjik, jo përmendësh. Më për kulturë personale. Mos kulturë personale, por vjen në mënyrë organike për të mësuar. Kuptoj.
Jemi të qartë me listimin, kalojmë tek termi tjetër, i cili është Jam shumë me teorinë, praktik isha perfekt, kështu që nisam po të dëgjoj për unë i di kjo, Në industrinë tonë duhet të dëgjosh shumë, E po mos shkoj unë pastaj. edhe të flasësh pak. Kam shumë pyetje prandaj, sa shumë interesuar. Klaudio, po ta bën çik të vështirë gocat. Absolutisht. jo jam mësuar. Prospartut? Prospekti. Ndryshe nga listimi, ky është procesi gjatë të cilit agenti del dhe kërkon për klient potencial me qëllim për t'i kthyer ata në shitës apo blerës. Si duhet të ndaloj rrugë? Ai kërkon në rrugë? Kudo, në çdo formë të mundshme ku ju mund t'i gjeni. Qëllimi jonë është të zvendësojmë emrin e Erionit aty, ta zvendësoj. Kemi gjitur me Erionin aty, të vëni parë. Po, duhet na lini edhe në pak hapësirë aty, teksa se shoh që pas keni shumë të çmime në vendi parë. Po aty si ma tëmi, unë aty në cepti dhe cepi tjetër. Do marrim një raft tjetër. Jo se blokon dritën, qëtëm se kam pikë të do më dritën, jo me dritën. Mos më prejnë aty kulturë. Mendoj që ndoshta gocat Me që më dole fikse, unë kam një pyetje që më mundon gjithë ditën dhe do ta bëj. A mund të ta bëj këtë pyetje tani? Kur është dita perfekte që ti mund të shesësh pronë, për shembull kur bish shi dhe është vranët, a mendon ti që është dita turp që të shkosh të prezantosh klientit tashmë vranët e rësirës? Po varet se unë besoj që ka lidhje të me mutin, vranët ai do jetë i mërzitur, do pesimist. E kupton të blej ai që ato lekë. Nuk mendon për shembull që momenti i dur është kur ti jetë golden hour edhe ti shkon dhe është perëndim, dhe ai futet aty tek shtëpia edhe Ishte një pyetje shumë e mirë. Në fakt dhe ne kemi një përgjigje standarde për këtë pyetje. Koha më e mirë për të çitur një pronë është sot. Sot? Po. Tani. Është shpreh filozofike. Do të ishim po. Ja, shprehje urtë popullore. Po kështu nuk është se keni për shembull e martë ditë dersis, dilin të martë. Jo, nuk ja aplikojmë, jo, as këtë. Aman, jo vetëm shenjën e horoskopit që bëjmë neve të klientit. E çka do se? Për gjithmonë atë shoh. A merresh dot me Luan, me ujore, me akret, u qafsh. Në të dhënat, rëndësisht është shikoni edhe ato birthday chart. Neve para se të vemi edhe filxhan para se të vemi. Po kemi gjetur me të pyetje. Dha 8 kuror, një 5 aty lek do bësh një rrugë. 7 numër fali, po doli 7 e para. Ne nuk shkruajmë në shoqërim, nuk bëjmë fare as. Seriozisht? Jo. E shesh? Ja, fiksni. Si agent përpiqemi të mos jemi diskriminues me asnjë nga shenjat e horoskopit, na duhen të 12 shenjat që ti trajtojmë. Faleminderit Remax që më plotësove ëndrrën time si agjente imobiliare për një ditë dhe ma mbani shënim me emrin se si dihet mbas këtu. Po, plan B është. Po që jo, aty të zgjuat e Remaxit është fat të punosh, ata janë si një familje vogël që bashkëpunojnë shumë me njëri tjetrin. Kishe sens humorit. Ore, pas ka qenë një fort. Do të ishte edhe këtu kjo frym, po nejse ne e gjejmë në vende të tjera që shkojmë. Pas ka qenë një fort ky Remaxi. Episodi radhës, rilindja motorzimit. Jo them që u lodhëm pak, ose na merret goja. Po, një fusim ca snack ninja, se e bën rrugë tani. Unë edhe pa ngrënë u futa të punu. Mos u ankoni. Bye. Bye. Nëse ju pëlqeu kishte sapo pat, atëherë na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube andali.al dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Andale!